Kryetari i Gjykatës Kushtetuese të Shqipërisë, Bashkim Dedja, ndodhet këto ditë në Shtetet e Bashkuara për vizitë, gjatë së cilës do të marrë takime me institucionet të drejtësisë në nivelin shtetëror dhe federal në kuadër të bashkëpunimit mes gjykatës me tyre dhe Gjykatës Kushtetuese në Shqipëri. Ne kemi kënaqësinë që zotin Dedja ta kemi sot për vizitë në studion ton. Mirë se vini. Faleminderit. Zoti Dedja, fillimisht na flisni pak shkurtimisht për këto takime dhe për qëllimin e vizitës tuaj. Unë ndodhem këtu në Shtetet e Bashkuara për një vizitë me ftesë të Seton Hall University School of Diplomacy and International Law, George Washington Law School. Kam disa takime në Departamentin e Shtetit, çështjet për Europën Qendrore dhe Jugore, çështjet për të drejtat e njerëzit, takim në Gjykatën Supreme, Gjykatën Apelit, Gjykatën Distriktit, ku krahas referencës që do mbajnë në universitetet, do kemi takime për sa i përket njohjes me Gjykatën Kushtetuese, vendosje të bashkëpunimit dhe çfarë mund të bëjmë për të mirën e institucionit tonë në Shqipëri. Po, kalojmë tani tek problematika në Shqipëri. Vitin e fundit duket se në Gjykatën Kushtetuese ka patur një fluks në rritje të kërkesave për interpretimin e legjislacionit e ligjeve. Sipas jush, arsyeja cila është? Janë përplasjet e vazhdueshme politike dhe mosmarrëveshjet e vazhdueshme politike, apo këto ligje miratohen pa konsulencën e duhur dhe janë të mangëta nga ana e përbërjes tyre ligjore, pra lënë për dëshiruar në të drejtim? Besoj që janë të dy arsyet, edhe përplasjet politike dhe mos dakordësia palëve në ndërtimin e një ligji, dhe dyta mos pasja parasysh sa duhet e rregullat teknikës ligjore dhe përqasjen me Kushtetutën. Dhe arsyeja tjetër është edhe fakti që shumë ligje bëhen pa konsulencën e nevojshme, pa marrë kohën e duhur të debatit dhe diskutimit me grupet e interesit, dhe njëkohësisht me një shpejtësi urgjencë të cilat çojnë në gabime në ligjet të paplota, të pasakta ose që vinë në kundërshtim me Kushtetutën. Natyrisht që një nga arsyet e këtyre përplasjeve është dhe mosgjetja e konsensusit me të palëve, për të gjetur atë që është më të mirën për të shërbyer vendit nëpërmjet ligjeve të cilat janë demokratike në përqasje me Kushtetutën dhe me standardet ndërkombëtare, por edhe mungesa e bashkëpunimit midis palëve dhe besimit reciprok që nuk ekziston midis tyre. Pra mbetet ende për dëshiruar. Kalojmë në një temë tjetër, ose njëjta tempo, një çështje tjetër. Ndër vendimet e fundit gjykatës ishte edhe rrëzimi për Byron Federale të Hetimeve. A mund të na thoni se cilat ishin arsyet për rrëzimin e këtij projekti të qeverisë? Kjo çështje është shqyrtuar nga Gjykata Kushtetuese, është marrë vendimi që është fuqizuar kapitulli i ligjit që ka të bëjë me Byron Federale të Hetimeve. Akoma nuk është bërë publik vendimi sepse është në ripunim e sipër, por dy ishin arsyet madhore që gjykata vendosi të marrë një vendim të tillë. Së pari, në këtë ligj nuk janë respektuar standardet kushtetuese që kanë bënë me mos përplasjen midis institucioneve dhe midis kompetencave të organeve të posaçërit që merren me hetimin e çështjeve penale. Cilat institucione më konkretisht? Kishte papajtueshmëri midis kompetencave të prokurorisë, të cilat e njihen nga Kushtetuta, që sipas Kushtetutës së Shqipërisë dhe ligjit për prokurorin e përgjithshëm është i vetmi organ që ushtron ndjekjen penale dhe përfaqëson akuzën e gjyq, ndërkohë që sipas ligjit të Byros së Hetimeve, Byroja Kombëtare e Hetimeve ushtronte hetime, kryen hetime dhe gjurmime në lidhje me vepra penale që kanë të bëjnë me korrupsionin dhe veprimtarinë penale lidhur me të. Qenia e kësaj dispozite krijon paqartësi në lidhje me kush i udhëheq këto hetime. Sepse Kushtetuta ka kërkuar prokurorin, kush i mbikëqyr dhe vendos në lidhje me këto hetime. Së pari, së dyti, vetë dispozita, duke thënë në fjalët e përmendur në ligj që ushtron ndjekjen penale në vepra penale fushës të luftës kundër korrupsion, nuk ka të përcaktuar se cilat janë këto lloj veprash penale, do vendos dhe krijonte një paqartësi në lidhje me kuptimin e vetë dispozitës, por paqartësi edhe në zbatimin praktik të tjerë që mund çonte në përplasje midis prokurorisë dhe policisë. Kush do të hetojë këto lloj veprash penale ose mund të kishte dualizëm midis tyre. Duke patur parasysh
që në fushën e korrupsionit ka edhe organet e tjera të cilat bëjnë veprimtari gjurmuse, siç janë për shembull fushën e tatimeve, taksave, doganave, në administratën publike, aty ku kryhen veprime korruptive. Duke qenë se kjo paqartësi krijonte pasoja në kuptimin dhe zbatimin e kësaj dispozite dhe të tërë kreut, si dhe krijonte problem lidhe me pavarësinë e këtij institucioni. Gjykata kushtetuese çmoi që këto vinë kundërshtim me kushtetutën dhe i shfuqizoi këtë dispozitë. Kur pritet dalë zbardhja e argumentave, megjithëse ju i përmendët tani, dhe a lën hapësirë këto probleme që të ngrihet gjykata ashtu siç ka premtuar qeveria se do të bëjë në bazë këtij ligji, apo sa të thella janë këto që përmendët ju dhe çfarë sugjeroni ju, një përshikim të ligjit ose sa punë do duhet sipas mendimit tuaj? Vendimi është në ripunim e sipër dhe besoj që shumë shpejt do të dalë dhe do të publikohet. Nëse ligjvënësi parlamenti duhet të ribëj këtë ligj apo të bëj një ligj tjetër, është vlerësimi i tij. Parimisht çdo instrument, çdo organ apo agjenci ligjore e cila lufton korrupsionin është e nevojshme dhe domosdoshme për të shërbyer luftës kundër korrupsionit dhe forcimit të shtetit ligjor. Edhe në qoftë se do bëhet, duhet të ketë parasysh ato çfarë do thotë gjykata kushtetuese në argumentimin e vendimit. Së dyti, duhet patur parasysh që të mos ketë mbivendosje kompetencash midis policisë dhe prokurorisë dhe të mos lënë shtek për interpretime apo hapësira të cilat mund të çojnë në një konfundim midis organeve apo lërje shteku për të patur vlerësime për një anshmëri në kryen e këtyre veprimeve timore nga organe i drejtorisë Byros së Hetimit, pra që është në varësi të policisë së shtetit. Sidoqoftë, çdo iniciativë e cila e shërben forcimit të shtetit ligjor, luftës kundër korrupsionit, respektimit të drejtave ligjore themelore të njerëzit, ndarjes dhe balancimit të pushtetit është e mirëpritur. Por nuk është në mision e gjykatës dhe njëkohësisht nuk është gjykata ajo që vlerëson nëse duhet apo jo, është ligjvënësi i cili vendos nëse duhet bëhet apo jo. Po, një nga problemet që vazhdon të jetë shumë shqetësuese dhe që kanë shprehur edhe Evropa dhe Shtetet e Bashkuara, dhe së fundi u përmend sot në konferencën me cilën sapo raportuam për Këshillin e Evropës, për vjetorin e hyrjes së Shqipërisë Këshillit të Evropës, është mungesa e pavarësisë në sistemin e drejtësisë në Shqipëri. Sipas mendimit tuaj, a është kjo më shumë politike apo ka të bëjë më shumë me interesat monetare ose më saktë korruptive në vend? Së pari, duhet bëj një sqarim të shkurtër që gjykata kushtetuese nuk përfshihet në sistemin gjyqësor në shqiptar, sepse sistemi gjyqësor shqiptar ka 3 shkalla. Po doni s'doni ju ka një. Gjykata e lartë. Kush janë ato elementet të cilat çojnë që të ketë një perceptim për këtë korrupsion që është në sistemin gjyqësor shqiptar? Natyrisht që janë të dy ato arsye që ju thatë. Qoftë problemet monetare, qoftë mënyra e pagesës së gjyqtarëve dhe të prokurorëve, të cilët nuk është e kënaqur me punën dhe rrezikun që ata marrin përsipër, qoftë edhe ndërhyrjet në sistemin e emërimeve dhe ngritjes në detyrë dhe në përgjegjësitë të tyre. Çfarë do të thotë që në kuadrin e reformës që ndërmerr qeveria, këto element duhen patur parasysh për të sankcionuar kriteret më të qarta, për të dhënë udhëzime më të drejta, njëkohësisht për gjetje të struktura më eficiente për të luftuar këtë korrupsion dhe për të ndryshuar këtë imazh që është për sistemin gjyqësor në Shqipëri. Duke pasur parasysh kontekstin e Shqipërisë dhe luftrat e mëdha politike, sa efektive janë opinionet dhe vendimet e gjykatës tuaj? Është mendimi juaj që ato respektohen nga parlamenti? Po, vendimet respektohen nga parlamenti dhe në përgjithësi nuk ka patur diskutim në lidhje me këtë element. Bëhet fjalë për shumë vite të shkuara, ku ka pasur përplasje sidomos për mos respektime vendime që kishin bënë me shkarkimet e gjyqtarëve nga ana e KLD-s, ku gjykata kushtetuese kishte urdhëruar që të rishqyrtohej çështja, ose ekzekutime në lidhje me kthimin në pozicione administrate shtetërore, por ka dy elemente. E para, ndërgjegjësimi i administratës shtetërore që ka gjithmonë ngritje dhe që po respekton pa ndikim dhe pa shtytje nga jashtë të vendime, dhe e dyta, dije që ka edhe një organ monitorues nga Këshilli i Evropës, i cili merret posaçërisht me ekzekutimin e vendimeve gjyqësore, përfshi edhe ato gjykatës kushtetuese, por edhe gjykatës së Strasburgut.
Po, ka pasur raste ku për shkak të konflikti interesi një gjyqtar tërhiqet nga një çështje duke pasur në disa raste 4 nga anëtarët e gjykatës pro dhe 4 kundër, dhe në këtë rast gjykata tërhiqet. A është e drejtë kjo? A duhet gjetur një mekanizëm që të mos ndodhe kjo? Gjyqtari ka rastet përjashtimore ku ai nuk mund të marrë pjesë në shërtimin e çështës. Bëj fjalë për gjykatën kushtetuese, ku mund të ketë konflikt interesi ose ka papajtueshmëri. Po kjo është e qartë, kanë fjalën kur 8 të tjerët janë 4 e 4. Normalisht gjykata nuk duhet të refuzojë zgjidhjen e çështës, gjykata kushtetuese, sepse qytetari kërkon një përgjigje nga gjykata. Dhe na është vënë në duke edhe nga gjykata e Strasburgut dhe Bashkimi Evropian. Gjykata shqiptare dhe legislatori shqiptar duhet të gjejë zgjidhjen se si të shmanget ky ngërç. Prej shumë vitesh neve kemi bërë dhe sugjerimet se si mund bëhet. Po që kjo kërkon ndryshime në ligj, madje edhe në kushtetut, që një variant mund të jetë gjetja e gjyqtarëve rezerv, siç më janë gjyqtarë që aplikohen dhe në gjykatën e Strasburgut, kur merr pjesë gjyqtari përhershëm merr pjesë një gjyqtar rezerv, apo përjashtimi e elementeve të papajtueshmërisë, meqense gjykimi kushtetues është në natyrë krejt ndryshe nga gjykimi i zakonshëm, apo një variant i gjerman që kur vota ndahen në mënyrë të barabartë, kur kërkesën e bën individi, zgjidhet çështja në favor të individit. Kur kërkesa ka të bëjë me çështje të akteve normative, rrezohet kërkesa pasi presupozohet që aktet normative janë në pajtueshmëri me kushtetutën dhe çështja zgjidhet në këtë mënyrë. Pra i takon ligjvënësit të zgjejë se cila metodë, mënyrë është më arsyeshme dhe më drejta për gjykatën kushtetuese shqiptare, sepse ne nuk kemi vetë iniciativë për ta bërë një gjë të tillë. Pra duhet një kuadër ligjor për të. Duhet patjetër kuadër ligjor, dhe në kuadrin e rishikimit të ligjit dhe për gjykatën kushtetuese, besoj që këto elemente do të zgjidhen dhe nuk do të ketë një problem të tillë. Po, zoti Dedja, faleminderit që ishit sot i pranishëm. Faleminderit dhe juve për ftesën.